Trashëgimia kulturore në qytetin e Vlorës, kryesisht ajo arkeologjike, ka rënë viktime e betonizimit të skajshëm që ka pushtuar këtë qytet. Alarmin e japin vetë studiuesit e trashëgimisë kulturore dhe arkeologjike të këtij qyteti, të cilët i bëjnë apel institucioneve përkatëse të ndërhyjnë për zgjidhjen e këtij fenomeni. Muret e kalasë së vjetër, disa porte të vegjël apo edhe objekte të tjera me vlera historike, sipas studiuesit Gëzim Llojdia, janë vetëm një pjesë e kësaj trashëgimie kulturore që ka përfunduar në rrënojat e betonit. Sipas Llojdis, ky fenomen ka dhe impaktin e tij negativ edhe në uljen e turizmit në këtë qytet. Ajo që ka ngelur sot nga Olona ose çështë është zbulimet e bëra nga Komata dhe mëtej disa pjesë të saj në lagjen e Varroshi ka bërë arkeologu Bereti. Në tutje nuk mund të vazhdoj sepse janë ndërtuar pallate shumë katëshe, janë restauruar banesa, gjithë cilat e vështirësojnë shumë vazhdimësimin e mëtejshme të kësaj pune. Kështu që Vlora pothuajse vjetër ka humbur në një pjesë të madhe të identitetit të saj. Këto ekspedita të cilat më shumë kanë lakmuar të shkojnë në zonat arkeologjike të njohura siç janë Butrinti, Apolonia, Dylisi dhe fare pak në Vlorë dhe në rrethinat e saj ose në qytetet e ndryshme antike që kanë ekzistuar në Vlorë. Vlora në hapësirën e saj gjeografike ka shumë monumente kulturore, ku mund të përmendim dy parqe arkeologjike, kishat, kalat apo shtëpitë e vjetra.